Beti, voglushja ime, zemra e babaj, të lutem më fol. Beti, hapi sytë dhe më fol, voglushja ime, zemra ime, më fol. Do të çrohet shpejt, Beti im? Dil jashtë. Nuk do të vdes, Beti im. Mu hiq moj sysh! Beti! O zot! Beti! O zot, më një. Beti! Voglushja ime, të lutem më fol, zemra e babajt. Beti, voglushja. I munq, ka ardhur Suzana Walcott. Është këtu, vjen nga doktor Grigu. Futë shpejt brenda. Eja. Çfarë tha doktori vajz? Më nisi këtu që t'ju them zotëri se nuk ka gjetur asnjë ilaç në librat e tij. Të kërkoj prapë! Si urdhron zotëri? Tha se duhet të shikoni se mos gjeni ndonjë shkak të mbi natyrshëm të smundjes. Nuk ka asnjë shkak të mbi natyrshëm këtu. I thuhet të hapi librat e mjekësisë. Si urdhron zotëri? Mos bëj zë për këtë punë. I munq ka dalë fjala se ka plasur magjia e shtrigave. Ti duhet të shkosh poshtë dhe ta mohosh përpara njerëzve. Do rri unë këtu me Betin. E çfarë do them unë atyre? Që vajzën edhe mbesën time i pash me sytë e mi që të vallëzoni si të pafen mes të pyllit. Ne vërtet vallëzuam. Shko thuaju që unë rrëfeva, edhe do e pranoj edhe kam zhikun, po që i thot dashkën do shkohen. Po ta po flasin për magji shtrigash, edhe Beti nuk e ka zënë magjia. Abigail, unë nuk mund të mbaj mesh atje poshtë kur ti nuk i ke treguar gjitha. Çfarë bëje me Betin atje në pyll? Po ne po vallëzonim i munq, edhe kur doli ti ashtu befas nga shkurret, Beti u tromash forcë rat fikën. Vajz! Po kjo pra është e gjitha. Unë aty! Unë nuk do t'i bëja kur keq Betit. Shiko këtu, moj vajz. Po qese e ngatruar me shpirtat atje në pyll, ta dish mirë se armiqtë e mi sa po ta marrin vesh ta të shkatrojnë. Nuk ndollëm shpirtra. Është një grush njerëzish atje jashtë që duan të ma marrin kishin nga duart. Më kupton çfarë po them? Ti urdhron zotrit kuptoj. Tani na dal ka se shtëpia ime që ka kthyer në një farë qendre të praktikave të errësirës. Gjërat të neveritshme keni bërë atje në pyll. Ishin metallje. Po pash titubën, që luante si e çmendur. Dëgjova një klithëm, fjalë për çartë që nxirrte nga goja, luante me duar si mbi zjarr si e çmendur. Ajo për herë këndon ato këngët e veta nga Barbados edhe ne vallëzojmë. Mu bë se njëra nga vajzat, Qela Kuriq. Nuk ishte asnjëherë la Kuriq i munq. E ke parë babim? E pash! Abigail, kam bërë luftë këtu që këta kokëforta ulin zverkun para me dhe tani që po më rritej respektu ti më ngatron më keq. Po të dha shtëpi moj vajz. Të kam veshur, të kam mbathur. Tani e duhet vërtet në troqë. Se emrin e ke të mirë në gjithë Salemin. Apo nuk është kështu? Emri im nuk ka njoll. Abigail, mos ka ndonjë shkak tjetër që u largove nga puna tek Elizabeth Proctor? Kam dëgjuar të flitet se ajo ka ardhur rrallë në pisi vjet. Nuk do të qëndroj, thot ajo pranë një vendi të përlyer. Ajo më urren sepse unë nuk doja të isha sklavja e saj. Është e ligësh gënjeshtare dhe unë nuk dua të punoj për një grua si ajo. Ajo ashtu mund të jetë, por më shqetëson diçka tjetër, Abigail. Ti u bëre 7 muaj që dal nga dera atyre. Dhe që atëherë asnjë familje tjetër nuk ka ardhur të të marrë punë. Po ata kërkojnë sklever. Unë nuk jam e tillë. Të shkojnë Barbados po deshën se nuk do ta nxijun fytyrën time. Po. Mos e ke barr strehën që më jepi munq. Jo! Kam emër të mirë në këtë vend. Elizabeth Proctor është gjeshtare. Edhe unë nuk të kryoj askënd që të marrin në... Zënja patëm. Urdhëroni, uluni. Dora Ferrit, ra dhe mbi ju. Më fali për çfarë është? Si fluturoj. Sa lart. Nuk ka fluturuar kur. Pas do t'i kollin lart mbi koçeke dhe zbriti poshtë si zogu. Kështu më tha. Shikoni, zënja patëm. Punë e Perëndis. Punë e Perëndis, kështu doli fjala. Është punë e Perëndis. Çfarë doli, Thomas? Ana, kjo i mban sytë e mbyllur e sheh. Pse të bën habi? Vajza joni mban çel. E keni smur ruthin? Prekja e djallit është më keq se smundja. Është vdekje që i hyn brenda, i shpon edhe i shkel me thundër. Zoti madh, po si u smur ruthin? Nuk hodhi hap gjithë mëngjesin. Syti mban çel edhe nuk sheh. Ecën, nuk dëgjon. More, nuk ha. Thonë se ke nisur njerëz të prifti Hale i Beverlyt. Po, sepse ai ka praktik në përvojë me djallin edhe Dhe unë ka thash. gjetur një shtrig në Beverly vitin që shkoi. Unë jam më së i sigurt se nuk ka magji shtrigësh këtu tek ne, zonja Patëm. Nuk ka magji shtrigash, po shikoj vetë me sytë e tu, zoti Perez. Thomas, të lutem mos u qep magjis shtrigave. Ti nuk do doje kur që një bardh tillë ma hidhin mua me shpinë se do të më shporni nga Salemi për një shturje tillë. Zoti Perez, jam me ty deri në fund. Por nuk kam si bëj nëse ti të rriqesh. Se janë shpirtrat e këqija akmarrës që kanë vëndor mbi këtë fëmijë. Thomas, të lutem. Thuaj zotit Perez se ç'na kanë ngjarë. Unë kam futur në dhe 7 foshnja pa i fagësuar. 7!
Dhe të gjitha më shuan në dorë natën që lindën. Dhe ja raditi dhe ruthi im e vetmja që kam. Është e vetmja që kemi, zoti Peris. Se si po bëhet si vjetë. Fëmijë që mban të fsheta dhe dridhet sikur po ja thith dikush shpirtin nga goja. Edhe më ran ndërmend ta çoj një herë te Tituba. Tituba? Po. Çfarë mund të bëj Tituba? Tituba di si të flas me të vdekurit, zoti Peris. Është mëkat i madh të ngjallës të vdekurit, zonja Patna. Kush tjetër? Mi vra mua, thoshja! Ana. Beti. Ato u vranë, zoti Peris, edhe mbaje mend mirë këtë fjalë. Ja prova, ruthi im ishte më afër se kur, me shpirtat e tyre të vegjël mbrëm. Ka një vrasës. Zoti Peris. Ka një vrasës në mes nesh, që fshie thellë në errësirë. Atëherë ju keni ndjell shpirtët më në pyll. Po jo, zotri, Tituba dhe ruthi. Abigail. Çfarë shpërblimi që më dhe për gjithë mirësitë që kam treguar? Ha! Tani u shkatrova. Me gjithçka. Jo, zotri, nuk je shkatruar. Mblidhe veten. Ti e zbulove magjin. Më falni, erdha të shoh njerë si u bë Beti. Çfarë bëm tuti? Ku shërri me rruthin? Gjyshja, po u bë pak më mirë tani. Te shtiu njerë shumë fort. Fal zotit dhe shenjete. A ka mundësi të më lësh pak vetëm, Thomas? Dua të lutem në vetmin time. Zoti Peris, dalim edhe hidhemi djallit e fyt, edhe i gjithë vëndit je buratën. Krenu, zbrit poshtë. Zbrit fol me njerëzit, lutu me ta. U dojgjëm të dëgjojmë një fjalë për teje, zotri. Do ta nisim me një psallm. Sa për magjin, presim edhe pak sepse asgjë nuk dihet me siguri. Kam parë shumë sherre që kur kam ardhur këtu. Mërsi, në shtëpi, dëgjove? Si urdhëron zonjë. Po doli nga dritarja më lajmëron më njëherë. Patjetër i mund. Ka një forcë të papar sot ata ka. Ti, shpejt, në shtëpi. Si os më rupi. Nuk e di që mbrëmeca si fantazm. Beti mjaft tani boll. Beti mjaft pra zgjohu tani. Ke provuar njerë të arrash. I dhash një shpull ruthit sot që e mëgjes edhe u zgjua me njerë. Prit se do t'jap edhe kësaj. Jo tani se vjen njati. Dëgjo po na pyet ndo themi që veç vallëzuam. Tjetër? Edhe që Tituba ndolli motrat e rrufit të dalin nga varret. Tjetër? Ai ju ka parë lakuriq. Si do t'ja bëjmë? I gjithë Salemi flet për magjin. Do t'na quajnë shtriga, abi. Kjo ka nërmend të tregoj, jo, e di unë. Magjia është faj që dënohet me varje. Duhet themi të vërtetën. Vetëm do t'ju rajnë për vallëzimin edhe për ato gjërat e tjera. Do në rajnë, Po nuk kam bërë gjabi, unë vetëm pash. Ti vetëm peti, a? Beti, do të rra, Beti. Fola me babin tënde dhe ja thash të gjitha, kështu që nuk ka... Do mamin! Mami ka vdekur, me e ka varrosur. Do fluturoj te mami, do fluturoj. Ja thash babit të gjitha, i di të gjitha. Ti pive gjaka, abi, këtë nuk ja the. Beti, këtë që the mos e nxirr më kurrë nga goja, more vesh? Kurrë! E pive, që të des Elizabeth Prost. Mbylloj! Çe në gojën? Tani më dëgjoni këtu të dyja. Ne vallëzuam. Dhe Tituba ngjalli motrat e vdekura të Rruf Patnëm. Kjo është e gjitha. Bajni mend. Po ju doli nga goja, qoftë edhe një fjalë për ato gjërat e tjera. Edhe në fund të botës qofshi, unë do t'ju vi një natë të zezë me tehun e fikës, që t'ju shkojnë efet e të merit. Ju dini mirë që unë e bëj. I kam parë me sy indianët kur u shtypën kokat prindërve të mi. Kam parë gjëra të tmerrshme që shfaqen natën. Ju bëj mos ta shifni më diellin. Ti u lati edhe mjaft më. Daluar? Unë ta kam daluar të dalësh nga shtëpia, apo ja? Në shtëpi po shkoja, zoti Proktor. Pse të pagojnë ty? Ha? Ate këtheu mbrapsht nga erë, të pret gruaja ime dhe punë. Si urdhëron zotri? Më mirë po iki edhe unë. Kishte marrë malli, John. Që jam këto lojë dhe gjëri. Asun nuk e di. Rruga nga ferma ime deri këtu ngjan si pelegrinazh. Marroset Salemi me këtë histori shtrigash. Ne po vallëzonim në pyll mbrëmë dhe na kapi gjallë xhaxha im. Këtë e zuri frika dhe kaq. Pra Bdelzira, ha? Do ta ngulin gjuhën me gosht e portë e kishës, pa e mbushën 20 vjetët Abigail.
Po e një fjalë, John. Abi ka marrë funda këtu. Ke bërë 5 mili e ti që të shohësh se si fluturon një budallaqe? Po të njoh mirë unë ty. Ja, erdha shoh se çfarë likësie ka kur disu prapë i tunjë. John, unë pres donat që ti të vish. Abigail, nuk të kam dhënë shpresë të më presësh. Meritoj diçka më shumë se shpresa më duket. Hiqe nga mendja, Abi. Nuk them atë. Ti po tallesh. Më një mirë. Të njoh. Kur mi ngulje këthetrat nga mbrapa shtëpisë dhe të shkonin djersët si amshor sa herë që të kaloja afër. Mos e kam parë gjë në ëndër? Jo të shoqja më hodhin rrugë. Të parë se si u drodhe kur më dori për leckër sepse më doja. Herë sa më doj dhe tani. Abi. Të ka bërë me këto sy se si ende shënatën. Nuk kam hedhur hap jashtë hermës time për 7 muajsh. Unë të ndjej zjarrin, John. Ti gjeshe nga dëshira atje poshtë. Mos thuaj që nuk i ngrite syt nga dritarja të më shije mua. Po, ngrita një syt. Se nuk je prej atulli. Të njoh mirë unë ty, John Proctor, ëndër të kam. Nuk dua gjë tjetër veç të të shoh ty. Voglushe. Si mund të më quash voglushe? Abigail. Mendoj për ty ndonjëherë, por e pres dorën po të preka përsëri. Haroje. Ai mirë ti. Që lë një grua si ajo të të marrë në përkëmbë. Nuk e gojë të flasësh për Elizabetën. Ajo po manzine emri vetëm shpif për mua. Një grua e ftohtë, dredarake që ti ke ulur kokën para saj. Po e kërkon vetëm tikun, ha? Jo, kërkoj John Proctorin që më zgjon nga gjupi dhe më shkuri zemrën. Sa shtirën njerëzit në Salem. Nuk i mora vesh kurrë ato që na predikojnë ato gratë e krishtera dhe burrat e tyre të devotshëm. Edhe ti tani do të më heqësh dritën e syrit. Po nuk e bën dot nuk të lëu. Banorët të Salemit. Ti më ke dashur, John Proctor, edhe pse është më ka ti prapë më dashuron. Pirur Zoti. Ku më shirë, John? Dhe ti! Çfarë ka kjo vaj? Vaj, si po, Çfarë ke bërë? Po, vaj. Çfarë asaj? Dëgjoj psalmin edhe o zgjua pa pritur duke përditur. Psalmi prandaj nuk duron dot emrin e Zotit. Jo, Zotin jo. Mersi, lajmërove një herë doktorin. Si urdhëron zotri? Ja, kjo është shenja e magjisë. Rebeka, shikoj pak vajzën time. Ajo nuk duron dot as ta dëgjoj emrin e Zotit. Ka një sëmorrënd këtu gikori. Të lutem. S'ka njëri të thotë se unë fola, unë s'fola fare. Do fluturoj prap kjo se dëgjove që fluturon. Ere, më bëllë gojën ti. Edhe gojën ti. Çfarë i bëre? Ulu, Rebeka, ulu. Si e mendon ti këtë punë, Rebeka? Zonja Nërs, a nuk vjen të shohësh edhe Ruthin, bijën tonë? Edhe atë do ta bëj. Do të zgjohet dhe ajo. Lutju një Zotit. Pse shqetësoheni? Kam 11 fëmijë dhe jam bërë gjyshe 26 herë. Kjo vajzë do të zgjohet kur t'i dal nga qefi kjo lojë. Ruthi im është hutuar, nuk ka fare. Do t'haj. Kur ta marrë uria, do t'haj. Shpresoj se ju nuk do t'i shkoni pas këtyre shpirtrave, Zoti Peris. Jo se dëgjova që e dhat një fjalë atje për jashta. Fjala ka marrë dhem se ka hyrë djallin mes nesh. Edhe unë dua t'u jap lajmin e mirë t'u them se e din gabim, Rebeka. Atëre dile o thuaj që e din gabim. E mendove mirë para se të thërisë reverend Haley për të gjetur djajt? Ai nuk vjen këtu për të gjetur djajt. Përse po vjen? Se ka fëmijë që po vdesin këtu, më zotri. Nuk kam parë njëri që të vdes.
Kjo bashkësi nuk është thjesht si e vërtiti si për kokës tënde, zoti Patnëm. Gjo, qetëso, zoti Peris, unë mendoj që duhet ta ktheni zotin Helli para se ai të mbri këtu. Fajin, dhe ta kërkojmë të vetvetja. Si, zoja nërës, të bëjmë veten tonë me faj? Po ne, një fëmijë në kam betur nga 8 që kishim. Tani, edhe atë na fishket. Ti qenë, ku shërë magjia? Ti nuk jep do të urdhës, zotit Peris. Ne nuk kemi zgjedhur në krye të kishës një kungull. Nuk të kam dëgjuar kur të shqetësohesh për punë të kishës, John Proctor. Nuk të kam parë në mesht e diele sikur shkriu të borë. 5 milje në këmbë për të dëgjuar predikimet e tua për flakët e ferrit dhe mallkimin e djallit, ë? Ka shumë mesnesh këtu që i rrin larg kishës këto kohë, sepse ti rrallë përmend Zotin. Kjo është akuzë rëndë. Por e vërtet, se ka shumë njerëz që tremben t'i bien fëmijët e tyre këtu. Nuk predikoj për fëmijë unë, Rebeka. Unë nuk jam dhe një infermer me Bibël në sjetë, unë kam diplom Harvardi. Tamam ashtu është. Dhe ke mësuar shumë mirë aritmetik. Nuk e kuptoj përse duhet jem gjithmonë unë viktima në këtë rast. Shpesh e pyes veten ose ka hyrë vërtet djalli mes nesh, për ndryshe nuk e kuptoj më, njerëz. Ti e prifti parë që na ke vënë detyrime për këtë strehtë të Zotit. Por njeri, po nuk pas ka të drejtë prifti të ketë një shtëpi ku t'jetoj? Po, vërtet. Por në meshën e fundit fole aq gjatë për detyrime e prona, për Shandan Floriri mbi altar. Sa më duk vetja se isha në ankant. Shkoja u afoj këtë edhe atyre që t'vin nga pas. Atyre që më vi nga pas. Po. Se ka një grup njerëzish brenda kësaj konteje, unë nuk jam qarë. Ka një grupim, një komplot kundër meje. Kundër te? Po, kundër ti edhe të gjitha autoriteteve. Po atëherë pse mos shkoj dhe unë me ta Hagil? Nuk e tha me gjithmente. Jo, zonja nërës, ja, u vet ai. Më përzihet kur shoh se si qelbet këtu autoriteti. Si tu Hagil? Shkoj me gjem ku është ai grupi me që na pas ka një komplot? Se kam ditur kur je ka që fort, John. Hajde, Gil, më jep një kratë ngarkojmë trarën për shtëpi. Hajde. Një moment, zoti Proctor. Për çfarë trarësh e ke fjalën ti? Me që është rasti të pyes. Trarët e pyllit tim atje në buzë të lumit. E çmendur ti? Ajo tokë hyn brenda kufive të tokës sin. Tonës, zoti Proctor. Unë e kam blerë të tokë nga Francis Nurse 5 muaj më parë. Ja, nuk ka asnjë të drejtë. Shes trashëgiminë e gjyshit tim. Gjyshi yt e ka pasur zakon të lërë trashëgim tokë që si ka takuar kurrë. Qartë. Është e vërtet kjo gjë thotë. Edhe mua desh ma mori të tokën që kisha në Denver, John, të kujtohet, por e dinte fare mirë ai, që më parë thyje gisht ato, se të nënshkruaje për t'ia dhënë tokën atij. Që çoj më të trarë se më erdhi fuqia për punë kështu si kot. Korri! Ngarkuat një tran nga pylli. Luft do të keni që të dy. Dakor. Luft do keni. Po këtë luftën që thua ti do ta fitojmë ne të dy, unë dhe ky i marri këtu. Hajde John. Do nis njerëzit e mi atje, kjo korri. Edhe patin! Që tani, nisi! Bekuar qofsh. Zoti Hale! Zoti Hale! Sa mirë që ju shoh përsëri. Urdhëroni. Më ndihmoni pak zoti Peris. Po, patjetër. Sa të rënd? Duhet të studiojmë shumë, nëse do na duhet një djallin, apo jo? Në mos gaboj Rebeka Nurse, Më njihni? ngjani ashtu siç duhet duket një shpirt i mirë zonjë. Në Beverly kemi dëgjuar shumë për bamirësitë e mëdha që bëni. A e njihni këtë zotrin këtu, reverend? Është zoti Thomas Putnam, edhe gruaja e tij e mirë, zonja Ana Putnam. Patnëm, gëzohem nuk e prisja një shoqëri kaq të zgjedhur. Hirsi, nuk duket se na vjen në ndihmë sot një gjë e tillë. Tek ju i kemi sot. Të vini në shtëpinë tonë edhe të na shëroni fëmijën. Pse dhe fëmia juaj është i smur? Shpirti i saj duket sikur fluturon për te. Ecën në gjumë. Ashtu? Nuk ha. Nuk ha. Fare. Mos i keni mërzitur ju këta fëmijë o njerëz. Jo, ata janë fermer të thjeshtë. Ai atje është John Proctor. Ai nuk beson që ka shtriga. Jo, nuk ka folur kurrë për shtrigat. Po vjen Gil. Ai John duhet i bëj një dy pyetje këtij mikut. Kam dëgjuar se jeni buri ndjeshëm dhe me mend, reverend. Faleminderit. Ha, shpresoj që të vini dorë dhe ta shturni këtë lëmsh në Salem. Me ndihmën e Zotit uroj. A shihni vajzën time? Po. Dolim brëm natën nga dritarja, Po? edhe e gjetëm në mëngjes në mes të rrugës duke lëvizur krahët. I bëj se po fluturonte. Fluturoj? Jo, nuk duron të dëgjoj emrin e të madhit sot. Kjo, padyshim që është një magjisë shtrigave.
Djalli është dredharak, zotri. Po më thoni ju lutem, zoti Peris, shenjat e parat sa çudie. Unë pash vajzën, në besën time Abigail, edhe shtraven time Tituba dhe vajzat tjera të fshatit, në pyll duke vallzuar po natën vonë. Sklavja e zotit Peris disi të flas me të vdekurit zotri. Ne nuk mund ta dim këtë me siguri, zonja Patna. Unë e çova vetë vajzën time të mësonte nga Tituba kush ka vrarë motrat e saj. Zonja Patna, ti e çove vetë vajzën tënde të ngjallë të vdekurit? Nuk të lejoj të më gjykosh. E natyrshme është të vdesin 7 fëmijë që jetojnë vetë si një ditë. 7 foshnjë të sabolindur. Po, zotri, po. Fali, çfarë libri është ky? Këtu janë të gjitha fjalët e padukshme. Në këta libra djalli është i zhveshur krejt nga çdo mburoj. Këtu janë të gjithë shpirtrat, ankthet e brendshme dhe të jashtme, shtrigat që shkojnë mbi dhe në det dhe në ajër. Tani mos keni frikë. Do ta gjej shumë shpejt për që se ka hyrë këtu mes nesh, dhe do ta shtyp pa mëshirë po e nxori kokën kund. Pse? I dhem dja asaj? Nuk e di zonjë, nëse vërtet është mbërthyer nga kthetrat e djallit, do na duhet t'i shkulim ato kthetra zonjë që të shpëtojmë vajzën. Jo. Më duhet iki. Më duhet iki. Jam shumë plak. Jam vërtet shumë plak për të parë këto gjëra. Më duhet iki. Pa tjetër. Më duhet iki. Domini exaudi orazione mea. Zoti Hell, të më falni që ju ndërpres, po gjithmonë kam dashur të pyes një njeri të shkolluar. Çfarë do me thënie ka të lexosh libra? Çfarë librash, zotri? Se di, sa jo mi fshet. Kush kështu? Marta, gruaja ime. Po? Gjuam shpesh në mes të natës. Po e shikoj aty në një qoshe aty me një bishtuk në dorë duke lexuar një libër. Si e shpjegoni ju këtë se më turbullon? A më dëgjon? Po, zotri. Pra, se thash që më turbullon, jam mbrëm natën, u përpoqe, unë që të thoja lutjet. Nuk i thash të. Mizeri, kose do më. Po jo, e mbyllë librin, doli jashtë. Sa doli jashtë? A më dëgjon? Po, zotri, po, zotri. Do më thënë, sa doli jashtë ajo? Atëherë merë të lutesha, si e shpjegoni këtë ju? Ju ka ndërprer lutjet, Po. do të flasim më vonë, zotri. Jo, nuk them që e ka pushtuar djalli, jo, duhet të di, çfarë libri lexon ajo? Pse ma fshe mua atë librin? Se s'mi jep kur përgjigje, më kupton? Ju lutem, një sekond, flasim më vonë. Më dëgjoni me vëmendje tashti. Nëse vërtet i ka hyrë djalli brenda, do t'jeni dëshmitar të disa gjërave të frikshme. Ju lutem, zonja Patna, më qëndroni pranë saj nëse fluturon. Domini exaudi orazione mea. Abi. Jo, Beti. Beti, mund të qohesh voglushe. Unë jam John Hale, jam prifti i Beverlyt, kam ardhur të të ndij voglushe. Po përse djalli gjeti pikërisht shtëpinë time për ta goditur në Salem ka gjithfar njerëzish të shturur? Çfarë fiton djalli nga një shpirt i shturur, zoti Peris? Ku gjen ai më mirë se sa të pushtoj shtëpinë e një prifti? A thellë kjo, zoti Peris, a thellë shumë? Çfarë ke më voglushe? Se i lëviz ato krahas si zog që fluturon. Të lutem jepi përgjigje zotit Hale. Mos të ka pushtuar ndonjë zog i padukshëm? Beti, të lutem jepi përgjigje zotit Hale. Beti. Domini exaudi orazione mea. Abigail, çfarë vallëzimesh bëni të bërëm natën në pyll ju? Vallëzime të zakonshme. Më duhet të them se unë pash një kazan atje në pyll kur këto po vallëzonin. Mos pat në një gjë të gjallë që lëvizte atje nga zan zoti Peris, në një mi, bret koc, merimang, ha? Se diçka lëvizte aty brenda. Ajo kërceu vetë aty nuk e hodhëm ne. Çfarë kërceu? Një bretkocë e vogël u hodh brenda. Koc, Abi. Abigail, kushurira jote mund të vdes. Abigail, mos e thirrët mbrëm natën djallit. Unë kur? Tituba. Jo e thiri djallin? Do të flas tani me këtë Titubën? Zonja Patëm, të lutem asil lart tani. Si e thiri mbrëm djallin ajo Abigail? Nuk e di, ajo fliste gjuhën e saj. Mos të duk pak e çuditshme kur ajo thiri djallin, mos ndjeve ndonjë si të ftohtë, ashtu pa pritur, apo dridhje poshtë këmbë. Nuk kam parë djallë me sy unë. Beti. Abigail, mos ti dhe kushurira jote keni pirë nga lëngu që zjente në kazan. Jo, ajo nuk e piu. Po ti pive? Jo, zotri. Po ju tha ajo, Tituba të pinin nga i lëngu? Ajo provoj në jepte, po unë nuk pranova. Po çfarë më fshe, Abigail, mos je shitur Luciferit? Unë nuk jam shitur kurrë në vajzë mirë. Kjo më detyroj ta bëja.
Kjo e detyroj edhe Betin. Abi, kjo më detyroj të pija gjak. Gjakun e fëmijës tim. Jo, gjak pule, dha gjak pule, zotri. Mos i ke shkruar këta fëmijë në listën e djallit? Nuk ngatrohem unë me djallin, zotri. Pse nuk po zgjot kjo vajzë? Po unë kam zemër Betin. Beti. Çfarë i ke futur djallin kësaj fëmije? Jo ma ka futur djallin edhe mua. Beti, kur shkoj në mesh më bën të qesh gjatë lutjeve. Është e vërtet. Ajo që shpesh gjatë lutjeve. Vjen për natë unë që të shkojmë pim gjak. Ti mu lutet të ngjall të vdekurit. Gënjen, ajo mu lut të bëj magji. Vjen te unë kur jam në gjumë dhe më bën të shoh në ëndra gjëra të ndyra. Abi, shohem dhe gjej vetëm para portës hapur lakonisht. Do ti prift. Unë kur nuk kam bërë magji. Unë dua që ti tani ta zgjosh këtë vajzë. Nuk kam fuqi unë ta zgjoj. Kur lidhe bes me djallin atë? Nuk kam lidhur bes me djallin unë, zotri. Do të rrëthesh vet, apo të nxjerr jashtë të rrame kam xhik, sa të dalin shpirti? Grua duhet varur. Jo, mos varti tuba. I thash djallit se nuk dua të punoj për të, zotri. Djallit! Ere pas ke parti, tuba. Kur njeriu i nështrohet ferrit, e ka shumë vështirë të dalë prej aty. Por ne do të ndihmojmë që ti të fitosh lirinë ti, tuba. Zotri, unë besoj se dikush tjetër ju bën magji këtyre vajzave. Kush? Nuk e di se kush, zotri, por djalli. Djalli ka shumë shtriga. Ka po si? Ti, tuba, eja këtu të lutem. Shko në sy, vajzë. Dëshiron ti të bëhesh një krishtere mirë. O, si urdhëron zotri një krishtere mirë. Këto vajza ti do shumë apo jo? Si urdhëron zotri, nuk dua t'ju bëj keq vajzave, zotri. Edhe Zotin e do apo jo ti, tuba? E dua Zotin me gjithë sa jam. Tani në emrin e shenjtë të Zotit. Bekuar qoftë Zoti, bekuar qoftë Zoti. Hape zemrën ti, tuba, dhe na thuaj. Me kë erdhi tjetër djallit e ti? Kush erdhi me ata? Mos ishte Sara Kudhi me të. Apo zonja Osborn. Burr apo grua, çfarë që? Burr apo grua? Ishte grua. Grua ishte. Grua the? Kush? Ishte natë dhe Ti unë. pe njërën edhe nuk pe atë tjetrën? Ato flisnin gjithkohës. Gjithkohës vraponin, iknin edhe vinin. Mos do të thua se dilin nga Salemi si shtriga? Kështu më duket, zotri. O, lavdi Zotit ju rrëfeve për djallin ti, tuba. Tani nëse do të kalosh në anën e parajsës, ne do t'japim bekimin ti, tuba. O, ju bekovt Zoti ejë. Ti e bekuar e Zotit që erdhit na ndiq shpëtojmë këtë vend ti, tuba. Zoti mbron ti tuba. Zoti mbron ti tuba. Hape zemrën pra dhe na thuaj me kë erdhi tjetër djallit e ti, sa ishin? 2, 3, 4, sa? 4 ishin. 4? 4. Kush na thuaj emra? Sa herë më ka dhënë urdhër djalli që t'ju vras ju, zoti Peris. Të më vrasësh? A i thoshte zoti Peris duhet vrar. Zoti Peris jo njeri mirë. Zoti Peris njeri keq. Njeri i lig. Dhe më dha urdhër të çohem nga shtrati dhe t'ju apres fytin me thik. Por unë i thash jo. Nuk ka urej. Nuk dua ta vras zotin Peris. Kurse ai më tha, ti për mua punon ti tuba. Dhe unë do t'jap lirin. Do të qoj lart në qiell. Do të blej fustan të bukur. Do të shkojmë lart. Në Barbados do të fluturojmë bashk. Por unë i thash ti gënjen djall. Gënjen. Pastaj ai erdhi një natë me stuhi dhe tha, shiko, unë kam bërë që njerëzit e bardhë të jenë të mitë. Edhe unë pash. Aty ishte zonja Good. Sara Good? Si urdhëron zotri. Edhe zonja Osborn. E tia. Zonja Osborn ka qenë mamia ime 3 herë. Më falë. Të lutem, Thomas. Kisha frikë. Detet e mia dridheshin kur i prekta jam atë duar. Si mund ta lësh të vajzë të vuaj kështu ti, tuba? Hape zemrën dhe na i thuaj të gjithë emrat. Dua edhe unë të hap zemrën. Kam vallëzuar edhe unë për djallin. E pash me sy emrin tim në librin e tij. Kthehem prapë te Krishti, i pu dorën atij. Edhe pash Sara Good me djallin. Pash zonjën Osborn me djallin. Pash Bridget Bishop me djallin. Pash George Jacobs me djallin. Pash Gudi Huvin me djallin. Ajo po flet. O Zot, hapi sytë edhe po flet. Lavdi Zotit, magjia u prish, ato u çliruan. Pash Marta Bellon me djallin. Pash Debbie Cyber me djallin. Marshallin, unë do thras Marshallin. Marshalli të sjell prangat.
Pse u vënove kaq, John? Bollë mandej nga fundi pyllit. Pra e pas keni mbaruar me mbjelljen. Po. Lu Zotin ta mbaj vera mirë, Ashtu qoftë, me gjumë janë djemt. duke i zënë. Më miresa? Po, John. Si jep shpirt dimër aq kollaj këte, jo. Ndje vlagën e tokës. Flisa poshtë, janë të ngrohtë si gjaku. Shumë shpejt fushën do të ambuloj gjelbërimi. Sa mirë. Ja, duhet vërë sa lullën të shpije. Pa tjetër, John, nesër. Të djelën, dalim njërë ta shkeli me kam gjithë fermën. Nuk kam parë ndo njerë ka shumë lullën mbi faqet dhe jotë. Jargavat. Aroma e ty të dekur bjen ata. Massachusetts në pranverë është bukurie madhe. Ashtu është. Më dukesh prapë e mërzitur sot. Erdhe vonë, John. Mendova mos kishe shkuar në Salem. Pse që pun ka mu Salem? Sikur ashtu më the. Mendova me... Meri u orën është atje sot. Pse le? Unë e kam daluar shkojnë se le. Nuk e mbajta dot. Çfarë ju të Elizabeth? Ti e zonja e kësaj shtëpie, jo. Më trëmbi, John, nuk isha fuqi të ndaloja. Si të trëmbi? Kur unë nuk e lejova të shkoj atje, ngriti kokën për pjetë, si kur t'ishte ndonjë princesh dhe tha, duhet të shkoj në Salem zonja Proctor, se punoj për gjykatën tani. Gjykatë? Çfarë gjykatë? Në Salem kanë ardhur 4 gjyqtar nga Bostoni, kështu më tha. Dhe kryetari i tyre është zëvendës guvernatori i përgjithshëm. Pa e kujt i duhet merior? Ajo është e çmendur. 14 njerëz i kanë futur në burg, John. Do të gjykohen. Dhe gjyqi ka fuqi t'i varë në litar. Jo, ata nuk mund të varë njeri, jo. Do t'i varin në litar, po nuk u rrëfyen, John. I gjithë qyteti ka shkalluar. Meri Warren më fliste për Abigailën, sikur të fliste për një shenjtore, veç ta dëgjoje. Abigaila mbledhe dhe vajzat e tjera në gjyq. Edhe kur shkojnë rrugës, turma hapet më dysh. Ju nxjerrë njerëz përpara, edhe po bërtitën e ulëritën ato, po u palosën për tokë, e fusin njeriu në burg se gjoja u ka bërë magji këtyre vajzave. Shiko gjallëzi, e? Ti duhet shkosh në Salem, John. Shkoj thuaj që është mashtrim. Po, patjetër. Shko njerë tek Zoti Shiver, ajt një mirë. Thuaj ato që të tha Abigaila javën që shkoj. Ajo të tha që nuk ka asnjë lidhje me magjinë e shtrigave. Apo s'të tha kështu? Shumë tha. John, unë mendoj se këtë duhet ja u thuash patjetër gjyqtarëve. Po e mendoj. John, nuk mund ta mbash për vete atë që të tha ajo. E di. Të thash që po e mendoj. Mirë pra, mendoje. Se vras mendjen ku ta gjej provën Elizabeth. Po që se Abigaila na që nga bëshënjtore, atëherë nuk është e lehtë të provojë se është edhe mashtruese. Edhe kur tani që Salemi është çmendur keq. Ajo më tha mua të vërtetën vetëm për vetëm, edhe mu të moj. Ti ishe vetëm me atë? E isha për një qast. Atëherë nuk është ashtu siç ma the mua. Po për një qast të thash pra. Të tjerë të erdhën aty shpejt. Bëj si të duash. Grua, nuk i duroj dot këto dyshimet e tua. Unë nuk kam dyshim. Nuk i duroj dot më. Ti më bën të dyshoj, John. Dyshon prap tek unë? John, po të mos ishte Abigaila që mund ta psoj. A do të nguroje kështu? Nuk ma do mendja. Shiko këto. Unë shoh atë që duket, John. Unë e kam harruar Abigaila, Elizabeth. Edhe unë. Jaf me to. Ti kur nuk harron dhe as nuk fal. Nëse të falesh, Elizabeth. Kam esur kokë ullur në këtë shtëpi 7 muaj që kur iku ajo. Nuk kam edhur hap që këtu aty që të të bëj qefin. Edhe prap ty marshe funebre të ndjell zemra. Më duke sikur vjen gjyq sa herë fus këmbët në shtëpi. John, ti nuk je i pastër me mua. Më the që e pe në mes të turmës, kurse tani po thu. Nuk e vë më nderin tim në be, Elizabeth. John. Jo më. Duhet ullëria atëherë kur dyshoje.
Për si krishter, ula kokën, pranova. Orfeva! Një mëkat që që si t'jandër. Pra zot pandeja që do të më falje, po jo. Ti kur nuk më darosh. Gjej pak mirësi të kunde, mos më gjykome. Unë nuk të gjykoj, John. Unë nuk kam menduar kur ndryshe për ty veç si burr. Elizabeth, gjykimi yt ngrin edhe ajrin. Mirë, si guzon të shkosh në Salem? Do të ngorë të trupo e kalove dhe njerë pragun e kësaj shtëpi. Jam sëmur. Jam sëmur, zoti proktor. Lutu për mua dhe mos më bëj keq. Më dridhet i gjithë trupi, kam gjithë ditën me procedurat në gjyq, zoti. Çfarë këto procedura? Unë pagoj që ti të rish në shtëpi. Të kam sjell një dhuratë, zonja proktor. Më ra të rija gjithë ditën ulur në karrike dhe e qëndisa këtë për ju. Faleminderit, Mary, që më ka e bukur. Ne duhet ta duam të gjithë njëri tjetrin tani, zonjë. Patjetër, ashtu duhet. Do zgjojmë herët në mëngjes ta pastroj shtëpinë. Dua të fle tani. Mary, është e vërtet që 14 gra i kanë arrestuar? Jo, zotri. U bëm 39 deri tani. Mary, çfarë të shqetëson? Do ta vari në litar zonjën Osborne. Do ta vari dhe? Si urdhron, zotri. Si? Dhe lejoj të zvëz guvernatori? Ai ja dha dënimin. Por Sara Goodin jo. Sara u rrëfye. U rrëfye për çfarë? Se takohej me Luciferin dhe se ishte shkruar në librin e tij. Dhe prandaj dënuan. Ajo dënoi veten. Po provat. Habitem, zoti proktor, se si nuk e shihni se ç'punë të rënd po bëjmë ne. Çfarë punë bëri ju? Punë e bukur kjo që një i krishter të vanë në litar, gratë pafajshme, ha? Zoti proktor, ne nuk i varim nëse ato rrëfehen. Unë tani do t'iki për ditë se punoj zyrtarisht për gjykatën. Ta tregoj unë të gjykatën. Mary, nuk e pranoj më kam gjikun tënd. Na premto që nuk do të largohesh më nga shtëpia. Po ka dal djalli në Salem, zonja proktor, ne duhet ta gjejmë se ku fshihet. Ta nxjerr unë se ku fshihet djalli me kam gjik. Zoti proktor, jo! Jo! Unë të zonjë si shpëtova jetën! Shpëtova jetën? Jam akuzuar dhe unë? Po përmend diçka. Por unë i thash se ju kur nuk i bëni keq njeriu. Edhe ata e hodhën poshtë akuzën. Kush më akuzoi mua? Nuk mund t'ua them. Jam betuar për para ligjit, nuk mund t'ua them. Mira, shko flit. Flit. Unë nuk marr më urdhra për të shkuar në shtrat, zoti proktor. Jam 18 vjeç, jam grua edhe pse e pa martuar. Okej. Do të rish ulur, hajde. Por. Jo, dua të shkoj të flet. Çrota! Natë me mirë. Çrota! Ngriti kurthin. Abigaila më do të vdekur. E tia që këtu do të ngrinte. Ata e hodhën poshtë akuzën. E dëgjova dhe vetë. Ajo do të vdekur, John, dhe ti këtë e di. Qetësohu, Elizabeth. Unë do të flas me mikun tim Shiveri. Bën për mua diçka, John. Shko tako Abigail. Abigailën? Çfarë ti them unë asaj? John, ti nuk i kupton mirë vajzat e reja. Premtimi i shtratit. Me zapo heshtur një premtim është bërë. Dhe jam e bindur, John, që ajo do të më vrasë që të zerë vendin tim. Asaj nuk i shkon në përmendje, Elizabeth. Ke treguar ndonjëherë sa do pak për buzje për të? Kur ajo të kalon pranë në kisht, i skuqesh. Skuqem? Po ndoshta prej mëkatit tim? Mua më duket se ajo këtë e merr me tjetër kuptim. Po ti si e merr, Elizabeth? Mendoj që të vjen turp që jam unë aty kur ajo të kalon pranë. Por do të më njohësh njërë, mëj grua. Po edhe gurt kisha që ndojshta qarë më dysh nga turpi këta 7 muaj. Atëherë shko e thuaj që është kurv. Çfarë do lloj premtimi që i shkon asaj në mendje, shko dhe thyeja. Po shkoj. S'të bëjnë këmbët, John. Unë do të djeg me zjarë, më të kej seferi, por. Lutu se nuk do të më mbash do t'i natin. I natin, çfarë i nati? Unë thjesht... Grua vërtet me ndonë se jam kaq i ullët.
Unë nuk thash I ullët. Po si më akuzon për premtim shtratjet, Premtimi që e pa mësori Perez, atë I thashën asaj vajze. Po mirë atyre pse zëmërojsh me Po sepse flet dokra. Nuk të lutem, për Krisht, haroj. E shohën që shpirtu I të shpërdredhur rreth të vetmit faj që kam për jetë dhe kur s'ka për të çliruar. Ti do ta çlirosh. Kur të marrësh vesh që unë jam e vetmja grua për ty. Ajo ta ka ngullur heshtën gjok John Proctor dhe ti këteti. Mirë mbrëma. Urdhoni brenda. Mos u tremët gjë prej me. Jo, vetëm se nuk dëgjuam trokun e karit. Ju jeni zonja e mirë Proctor. Elizabeth. Më falë, mos jeni bërë gati për të fjetur? Jo, nuk kemi mësuar të kemi vizitor kurreret, po. Ju miserë, zotëri. Ullën. Faleminderit. Një kup verë? Jo, më shqetëson stomakun, faleminderit. Pastaj nuk kam në plan t'ju mbaj gjatë, pak punë kam me ju. Punë e gjyqit? E keni marrë vesh që emri grua sua ju përmend sot në gjyq? Po, dim zotëri. Mere orën që kemi këtu në e tha. Jemi befasuar, Unë jam I huaj siç e dini zotëri dhe unë kam shumë të vështirë të krijoj një opinion të qartë për ata që akuzojnë në gjyq. Unë sot pas dite kam qenë shtëpi më shtëpi. Sapo vi nga shtëpia e Rebeka Nërs. Kanë akuzuar Rebekën? I është përmendur emri, zonjë. Zoti Hell, ju nuk do ta besoni kur që Rebeka është idur tek djalli. Nuk kam mbetur njeri zonjë që ta vërë ndryshim se fuqitë e errësirës janë mbledhur të bëjnë një sulm të llatarshëm mbi Salem. Bijem në një mendje apo jo zotëri? Nuk kam djeni në këtë fush, po. Vështirë të besosh që një grua aq fetare të jetë dashnore e fshetet djallit. Djalli është dredha rak. Megjithatë unë nuk besoj se do të akuzohet. Tani, më lejoni t'ju bëj disa pyetje në lidhje me karakterin kristian të kësaj shtëpie. Nëse më lejoni. Po si, ne nuk u trememi pyetjeve, jo. Në librin e shënimeve të zotit Peris vura re që ju shkoni rrallë në kish. Jo, zotëri, keni gabim. 26 herë në 17 muaj. Përse mungoni kaq shpesh? Zoti Hell. Nuk më ka shkuar ndonjë ndërmend se duhet t'jap llogarit ndokujt nëse shkoj në kish apo ri në shtëpi. Gruan e kam pasur së mur gjithë dimrin. Ju mund të shkonit edhe vetëm. Kam shkuar kur kam mundur. Kurse është bërë mbar, jam lutur në shtëpi. Po shtëpia juaj nuk është kish. Teologjia u thot shumë mirë. Reverend, e kam pluguar tokën që kur gdhin derisa nata bester. E them të vërtetën. Ku shikoj paratë mia që shkëqen poshtë brylave të atij prifti. Më prishet lutja, zotëri. Megjithatë një I krishter duhet shkojë në kish ditën e diel, zotëri. Ju keni 3 fëmijë, ha? Po, e djem. Përse vetëm 2 prej tyre janë pagzuar? Nuk dua që prifti Peris ta prekat të voglin. Nuk e shoh dritën e Zotit të ndrisë tek ai burr. Falni zoti Proctor, po s'u takon juve të vendosni për këtë punë? Ai njeri është urdhëruar të shërbejë atje. Pra ai e ka mbi vete dritën e Zotit. Ndoshta ne jemi treguar pak të ashpër me zotin Peris. Por e sigurt është që djalli nuk e kemi dashur kur. Pa I dini urdhëresat ju, zonja Proctor. Patjetër që I di. Nuk gjej një njollë në gjithë jetën time, zoti Hale. Unë jam një krishtere me bindje. Po ju, zotri? I di, zotri. Atëherë shumë mirë, leti përsërisim njerë bashkë, lutem. Urdhresa? Po. Nuk duhet vrasësh. Nuk duhet vjedhësh. Po. Nuk duhet lakmosh gjën e fqinjit. Nuk duhet ta përmendësh emrin e Zotit më kot, nuk duhet të kesh zota të tjerë mbi të. Të mos e harrosh të dielën e krishterë. Të mos e harrosh të dielën e krishterë. Po, dhe ta mbash për ditë të shenjtë. Të nderosh nënën dhe baban. Të mos bësh dëshmi të rreme. Mos ta përmendësh emrin e Zotit më kot. Këtë e that njerëz. Po, e thash. Tradhtia bashkëshortore, John. E dini zotëri mes nesh. Nuk e di gjitha. Teologjia është një kështjell, zotëri. Edhe një plas në këtë kështjell nuk mund të llogaritet si gjë e vogël. Nuk gjen streh djallin të shtëpi, reverend. Do të lutem me shpirt për ju. Tani më falni se më bëvon në duhet shkoj. Natën e mirë. Zoti Hell. Urdhroni. Më duket se ju dyshoni tek unë, apo gabohem? Detyra ime është I lutem Zotit ju të keni shëndet dhe fat të mirë, zot. John, unë mendoj që duhet ja thuash. Unë nuk kam dëshmitar dhe s'kam si ta provoj, vetëm po besuat në fjalën time. Po si urdhroni? Sëmundja e vajzave nuk ka të bëjë me magji shtrigësh.
Nuk ka... Zoti Peri, si pa duke luajtur në pyll, ato u tremëdosmur. Kush u tha juve këtë? Abigail Williams. Abigail Williams? Po. Abigail Williams ju tha që gjitha kjo nuk ka të bëj me magji shtrigër, zotri? Po, reverend. Ma tha atë ditë që mbritët ju në Salem. Pse e mbajtët për vete, zotri? Ha, se nuk e kam ditur deri sot se i gjithë Salem i shmendur. Tituba dhe Saragudi u rrëfyen, zotri, se kanë marrëdhënie me djallin, edhe shumë të tjera. Do e mos, ndryshe do të vareshin litar. Ato bëjnë besi të duash, mjaft që t'i shpëtojnë litarit. E dëshmoni këtë në gjyq, zotri? Ha, nuk e kam bërë sap të dalë në gjyq, po u desh pa tjetër. Besoni ju, zoti Proktor, se ka shtrigën të botë? Nuk e di. Po mbas edhe ka. Megjithse nuk e besoj se ka këtu mes nesh. A nuk besoni? Nuk e di, zotri, nëse Bibla thotë që ka, atëre ka, unë nuk them jo. Po ju, zonjë? Unë nuk mendoj që ka. Nuk mendoni që ka? Nuk mendoj zoti Hell që djalli e merr shpirtin e një gruaje kur ajo shkon në rrugë të drejtë si unë. Ju sigurisht nuk doni të thoni që... Nëse ju mendoni që unë jam njëra prej tyre, atëherë ju a them që nuk ka. E pra ju nuk doni të dilni kundra ungjillit. Pyesni Abigail Williams për ungjillin, jo mua. Gruaja ime e beson ungjillin fjalë për fjalë. Kjo është shtëpi e Krishterë, reverend. Do të lutem me shpirt për ju. John, çka nja? Zoti Hell, John erdhën morën Martën, gruan time dhe Rebekën. Si, i futën në burg? Erdhi shiveri, i mori me karrocë e burgut. Ata pas kanë luajtur mëngësot, zoti Hell. Zotri, ky gjyq po merr qafë njerëzit. Lutuni, zoti Kori, po përse akuzuan Rebeka Nërs? Për vdekjen e mbi natyrshme të forshjeve të zonjës Patna. Po, gruan tuaj? Për lexim të librave të djallit. Unë vetë ju thash ju që i lexon të libra kohët e fundit. Po jo se kishe lidhje me djallin. Kini besim ke drejtësia e gjyqit, zoti Kori. Ju nuk mendoni që ajo do dënohet për këtë apo jo? Djalli ka vënë këmbë në Salem, zotri. Dhe nuk duhet na dridhe dora ta tregoj me kisht kudo që ndodhet. Po si mund të vras fëmijë Rebeka Nërs? O njeri edhe një orë përpara se djalli të zbriste nga parajsa vetë Zoti, ata e dinte si për kryerin e parajsës. Kam thënë kur që gruaja ime është shtrig. Të thash ty, të thash. Lexonte libra kohët e fundit, dakord, po jo se bënte magji me ato librat e saj. Lutuni zoti Kori. Zoti Shive? Mirëmbrëma zoti. Po ti nuk e ardhur për punë të gjykatës, besoj. Po, John, për atë punë kam ardhur. Jam sekretar gjykatë tani. Më katë, Shiver. Një rrabaqepës si ti ishte nisur për në paraj si përfundoi djegu në therrë. John, kam një mandat arresti për gruan tuaj. Po ju më thatë se jo nuk është akuzuar, reverend. Nuk di asgjë, zotri. Kur e akuzuan Shiver? Gjykata më ka dhënë 16 mandate arresti sonte, dhe gruaja juaj është njëra nga ato. Kush akuzoi? Abigail Williams. Mbi ç'provë? Gjykata më ka urdhëruar që të kontrolloj shtëpinë tuaj, John, por unë nuk do ta bëj. A mund të më jepni kukullat që mban gruaja juaj këtu? Kukullat? Po. Unë nuk kam mbajtur kukullat që kur kam qenë fëmijë. Unë e shoh një që këtu. Kjo është e Merit. A mund të më jepni mua zonjë? Mos ka ndonjë rresht në Ungjill ku flitet për kukullat, zoti Hale? Kukulla zonjë përfaqëson tani do të vish me mua. Nuk ka për të ardhur. Shko më sill Merin këtu. Ajo do të ri aty ku shikoj unë me sy. Ishe nga syt dhe nga mendja, zotri. Elizabeth, shko sill Merin këtu. Çfarë përfaqëson kukulla, zoti Shiver? Po ja, ata mendojnë se do të thotë se kjo... Oh. Një gjirpër. Erik, e shikon? E shikoni, zotri, një gjirpër? Po e shoh, çfarë është ai gjirpër? Abigail Williams, zotri, ult ante darkë bashkë me priftin Peris dhe pa nxjerr asnjë fjalë nga gojera për tokë. Ai nxitoi që t'i vinë në ndihmë dhe i gjeti një gjirpër të ngulur 2 gishtë thellë në bet. Ja nxori gjirpërën. Dhe e pyeti si ndodhi që u rrëzua. Dhe ajo dëshmoi se shpirti gruas tuaj ja nguli gjirpërën në parë. E ka ngulur vetë. Nuk e mendoja kur se do të shikoj një provë të tillë të Ferry John. Merimorën! Hadi. A trego, si u gjen kjo kukull në shtëpinë time? Cila kukull, zotri? Kjo. Është e imja, më duket. Kukull e jo. Po, zotri, është e imja. Dhe si u gjen në këtë shtëpi? Unë e bëra në gjykat, zotri, dhe i adhurova zonjës Proktor sonte. E dëgjon, zotri? Gjetëm një gjilpër të ngulur në atë kukull, vajzë. O, zot, po nuk doja t'i bëja keq kujt, zotri. Po pse? Ti e ngulli gjilpërën aty? Po, më duket. Po
Po zotri unë. Pa thuaj pse? Vajz, e bëre me mendje të kthjellët apo të cyti dikush ta bësh të gjë? Jo zotri, Suzan Walcott pyeteni, ajo më pa kur e qëndisa, ose pyesni Abigailën, ishte ulur aty pranë meje kur e qepa. Besoj se o sqaruam. Jepini urdhë të dalin jashtë reverend. Çfarë do të thotë gjilpëra? Abigail si gjetën një gjilpër të ngulur në bel sot. Ajo më akuzon mua? Po zoj. Ajo vajzë është frasë, duhet shtuket nga kjo botë. Dëgjua zotria e vajzës vrasë duhet të zhduket nga kjo botë. Dëgjove herë. Si urdhëron zotri? Proktor, mos guxo ka prekish me dorët. Proktor! Ja vështirë. Kriste mandatin e zvend guvernatorit. Ja zvend guvernator. Proktor. Ti nuk e njeri i Zotit. Nëse ajo është e pafajshme, Nëse ajo është e pafajshme, si nuk shkon në përmend në Peri si me faj apo Abigaila. Në del që kush akuzon është gjithmonë i pafajshëm. Ta them unë se kush po e fut në dhe Salemin. Akmarja. Një tuf qëplina është të qmendrë në atonin në fytyrë qelsat e mbretërisë sjellore, po pas shpine. Akmarja! Akmarja i bëlligjet, po unë nuk e hedh gruan time në vrerin e Akmarjes. Do të shkoj vetë, John. Nuk e përshkuar, Elizabeth. Proktor! Kam nën burra të përjashta, nuk e mban dot me forcë. John, Ti, do t'i lejosh që ta marrin. të lutem ki besim ke drejtësia e gjyqit. Të lutem, Proktor. Do të shkoj vetë, John. Mary, ka aq bukë sa duhet për nesër. Kur të zgjon ndjen, mos të fol për magjistriga se vend. Do të ktheu në shtëpi. John, më shpejt. Do ta derdh gjithë zemërimin tim mbi atë Kacjo Qan, mos ke frikë Elizabeth. Nuk kam frikë, John. Thuaj më fëmijëve që do të kthehem shpejt. Erik, mos e lidh me të gjithë! Erik, ikja! Në të gjithë të ka jo hata, në më paguar, ta di shpiti në më paguar. Proktor. O isësh. Më shumë dashuri, Proktor. Dashuri. Ato që pash këtu nuk kam frikë të dëshmojnë në gjyq. Por ti mbaj mend vetëm kaq. Në ku të shmend bota, të mbetet në dorë të hakmarje se një çupuline, John. I lave dorë si Pons Pilati, reverend. A di e frikacak? Se gjithë se je e dërguar i Zotit, ti prapje frikacak. Do të lutem me shpirt për ju, John. Shkur, s'kam dëgjuar ndonjëherë se ke ndodhur në një vrasje këtu në Salem, John? Gill. Më lën pa vetë. John, më thuaj, vërtet, ka që patën e? I Gill. Flasim nesër. Zoti Proktor, ata do ta lëshojnë kur të dalin provat. Mary, ti do të vish me mua në gjyq. Nuk e padis do ta Abigailën për vrasje. Do të thuash gjykatësve kush e solli kukullin këtu. E kush e ngoli gjilparën aty brenda. Abigaila do të më vrasë po e bëra këtë, zotri. Ajo do të padis ty si njeri të shturur, zoti Proktor. Kështu tha ajo? Ka për të shkatruar. E di unë ka për të shkatruar, po e tha. Aq më keq për të. Këtu mbaron dhe shenjtëria e saj. Ti do të thuash gjykatësve të gjithë ato që di.
Do të kthehen të gjitha vajzat kundër meje, nuk mundem, nuk e bëj dot. Gruaja ime nuk ka për të varur kur në litar për fajin tim. Po nuk mundem, nuk e bëj dot, zoti Proktor. Do ta nxjerr shpirtin. Po jo grua nuk vdes për fajin tim. Po nuk mundem, nuk e bëj dot. Tani qielli na rambi shpinë. Dhe gjithë sa kishim të shejt, unë për kam. Ajo do të më vras. Ne mi pa ta që ishim dje. Vetëm se sot mbetëm gjveshur. Lakuriq. Po, lakuriq. Dhe era e ngrirë e Zotit le të fryj. Ti jashtë po të Sprit poshtë, me tonë. A në sprit poshtë të kemi 3 ditë. Kush është ky njeri? Gil Korri, shkëlqësi. Më grindavec. Jam ka që rejtur sa të përgjigjem vetëm. Unë jam Korri, zotëri. Gil Korri. Grua e ime po dënohet tani. Mendon se e ndihmon çështjen e saj me këtë mosbindje? Vetëm se je plak, nuk po shkon në burg. Ato po thonë gënjeshtra për gruan time, zotëri. Mos do na thuash ti se çfarë duhet edhe çfarë nuk duhet të besoj ky gjyq? Ajo, unë nuk them që kam mungesë respekti. Kjo është gjykata e lartë e shtetit. E din ti këtë? Po, në fakt edhe gruaja ime lexonte shumë libra këto kohët e fundit, ha? Po s'kam thënë kurrë që është shtrigaj. Ai ka prova të forta në mbrojtje të gruas tij, zotëri. Po, atëherë le të jap këto prova, zoti Hel. Ju i njihni procedurat tona. Gil, tani i. Hajde, tash dalë jashtë. Hajde jashtë. Mos të prek më jashtë, mos të prek më dorë. Kemi 3 ditë që vim këtu. Asnjëri s'na dëgjon. Ky duhet arrestohet atë kalbet në burg. Pa fyen trupin gjykues shkëlqësi. Zotëri, provat ju i keni para syve. Ato vajzat janë mashtruese, po ju gënjejnë. Kjo është fyerje. Fyerje ndaj trupit gjykues shkëlqësi. So, zoti Hethor. E diti kush jam unë, zoti Korri? Sigurisht, zotëri. Dhe duhet jeni njeri nderuar derisa jeni ky që jeni. E diti që afro 400 vet janë në burg me firmën time. Edhe që me atë firmë janë varur në litar 72 vet. Për atë zot, kur se kam ditur që këto fjalë do t'ja them një personi kaq të rëndësishëm edhe kaq njerëzor, po ato vajzat po ju gënjejnë. Shkruaj një lutje dhe po e solle në kohë, unë do ta shoh. Si në kohë? Po e kam me vete. Urdhoni shkëlqësi. Ja. Urdhëroni shkëlqësi? Cili avokat e shkroi këtë Korri? S'ka marrë në njerë avokatu në jetën ti me Hethorn. Zoti Shiver. Urdhëroni. Silleni këtu zotin Patman. Si urdhëron? Erik. Dan? Keni shkollim juridik, zoti Korri? Po, kam. Në jetën time kam marrë pjesë në 33 gjyqe dhe gjithmonë si palpatice. Nga që je pak grindavec. Jo, nuk jam grindavec. Po i ti unë të drejtat e mia. Ja, erdhi ky. Zoti Patman. Urdhroni. Kam këtu padin e zotit Korri kundër jush. Ai deklaron se ju e keni mësuar vajzën tuaj që të hedh akuzën për magji mbi George Jacobs, fqinjin tuaj, që sot ndodhet në burg. Kjo është gënjeshtër. Zoti Patman deklaron se padia juaj është gënjeshtër. Çfarë keni për të thënë tani? Po qese ai Jacobs varet si shtrigan. Ky i konfiskon pasurinë se kështu e thot ligji. Pra ky njeri vret fqinjin e tij që ti marr tokën. Je prova, zotri.
Prova. Si provë? Po, ta dhash provë, ja. Ajo është provë. Po. Edhe ma ka thënë njëri i nderuar, e ka dëgjuar me vesh të ti, zotin Pakëm ta thot këtë gjë. Dhe emri këtij njeriu është? Cili emër? Emri i njeriu që të dha këtë informacion. Po se them do të emrin? Po pse nuk e thua? I të kalbe të burgë i po e thash emrin unë. Kjo është fyerje për gjyqin, zoti Danford. Ju sigurisht që duhet na e thoni emrin e tij. Po se them dot, zotri. Një herë përmenda emrin e gruas time dhe do digjem në ferr për katë gjë. Nuk e hap gojnë. Atëherë me që puna është kështu, më duhet ju arrestoj për fyerje të trupit gjykues. Jo. Nuk më arrestoni do të mua për fyerje të trupit gjykues. Nuk është seans gjykimi kjo. Kjo quhet seans shqyrtimi. Aq më tepër jashtë sallës gjyqit. Dëshironi ta deklaroj këtu që trupi gjykues është mbledhur në seancë gjykimi apo do të më jepni ndonjë përgjigje të saktë? Nuk e them emrin. Zotri? Zoti Shiver, shkruaj, trupi i gjykues nuk po e shqyrton, por po e gjykon çështjen. Si urdhërosh, shkëlqyesi. Zotri, më fali, po ai mua ato fjalë mi tha në mirëbesim. Edhe djalli në mirëbesim të gënjen. Ja nxjerri me forcë, shkëlqyesi. Dëgjoj plak. Qeveria dhe kisha kërkojnë prej teje emrin e atij që thotë që zoti Thomas Putnam është një vrasës i rëndomtë. Zoti Hale, ekziston një frikë e jashtëzakonshme për këtë gjyqi në të gjithë vendin. Atëherë duhet të ketë edhe një fajt të jashtëzakonshëm në këtë vend. Ti çfarë frikë ke që ai po merret në pyetje këtu? Unë kam frikë veç të plotfuqishmit. Po që i ka hyrë të merë gjithë Salemit, zotri, kjo nuk ka dyshim. Mos më trego mua frikën në gjithë Salemin. Kanë frikë se atje jashtë po thuret një komplot antikrist. Kështu s'mund vazhdoj më tej, zotri. Po dalin të gjithë pjesëmarrës në komplot. Asnjëri i pastër s'ka pse ta ketë frikë të gjyq zoti Hale. Askush. Ju, arrestoheni për fyerje të trupit gjykues. Tani shkoni atje dhe mendohuni mirë. Se do shkosh në burg, po nuk i përgjigje pyetjeve. Patman! Ty do ta pres pyeti, do të vras! Gil, zoti Patman, ju lutem. Faleminderit. Ai do ta marrë të tërve në qafë, do të na varë të tërve në litar. Kjo është shtëpia e ligjit. Nuk pranoj të paftyr këtu. Mary Warren, çfarë bën ti këtu? Ajo ka bërë luftë me shpirtin e saj dhe ka ardhur sot këtu të thotë të vërtetën. Kush je ti? John Proctor. Kini kujdes, shkëlqesi, ky njeri është i pabindur. Atë vajzë duhet ta dëgjoni me shumë vëmendje, zotri. Çfarë do na thuash, Mary Warren? Ajo nuk ka parë shpirtra. Nuk e parë kur shpirtra? Kur s'ka parë? Ka nënshkruar edhe deklarat. Zoti Proctor, mos e keni krijuar ju këtë histori. Jo, zotri. Shkëlqesi, ata kanë ardhur të hedhin poshtë gjyqin, shkëlqesi. A e dini, zoti Proctor, se bindja e shtetit në këto gjykime është se me gojën e këtyre vajzave na flet zëri i parajsës? Zotri. Mary Warren, si ndodhi që ulurije se disa njerëz po cytnin shpirtrat e tyre kundër teje? Bëja gjoja, zotri. Po vajzat e tjera, edhe ato bënin gjoja? Si urdhron, zotri. Vërtet? Shkëlqesi, nuk besoj se ju do të lejoni që një gënjeshtër e tillë të dali para gjyqit. Në të vërtet jo, po e kam të vështirë të hedh poshtë. Zoti Proctor, jeni i bindur në ndërgjegjen tuaj se kjo provë është e vërteta? E vërteta, zotri. Çfarë synimi keni? Pse veproni kështu? Unë dua të nxjerr gruan time nga burgu. Mos fshihet në shpirtin tuaj ndonjë dëshirë për ta shkallmuar këtë gjyq. Jo, s'pak. Shkëlqesi, Zoti Shiver, mendoj se ma kërkon detyra. Kur ne shkuam që ti marrim gruan, ai mallkoi gjykatën dhe grisi mandat arrestin. e ka
bërë këtë zoti Hell? Po. Isha i natos okej, nuk dija që bëj. John Proctor. E keni parë ndonjëherë djallin? Jo, zotri. Jeni me të gjitha deri me një i krishter, si pas ungjillit? Po, ja. I krishter që vjen në kish një herë në muaj. Nuk shkoni në kish? Unë nuk kam respekt për zoti Peris, nuk e fshe. Por zotin e dua me shpirt. Zotri, kam parë çuditëra në këtë gjyq. Kam parë njerëz që u merre frymë sa s'mbyteshin për shpirtrave. Kam parë disa të çpuar me gjypëra me kokë, e të therrur nga thika. Deri tani nuk kam arsye më të vogël të besoj se këto vajza gënjejnë. E kuptoni çfarë dua të them? Shkëlqesi, këto gra që po dënoni kanë jetuar me nder. Ai është. Zoti Proctor, sot në mëngjes, gruaja juaj ka deklaruar se është shtatzën. Gruaja ime është shtatzën? Në fakt nuk ka asnjë shenjë. Ajo grua nuk gënjen kur, zotri. Nuk gënjen? Kur? Atëherë do qëndroj këtu deri kur të lind. Çfarë thoni ju për këtë? A më thatë që synimi juaj është të shpëtoni gruan tuaj. Ja pra ku u shty edhe një vit tjetër. Ç'thoni, do ta tërhiqni pa dinë? Jo, nuk e tërhiq. Atëherë qëllimi juaj është diçka tjetër. Po qëllimi i tij është të shkatërroj këtë gjyq, Shkëlqesi. Nuk është e vërtet. Sikur kishit një dëshmi për ne, zoti Proctor? Po, kam. Njerëzit që e kanë shkruar i njohin këto gra prej vitesh. Dhe nuk kam parë ndonjë shenjë tek ato që tregon se kanë lidhje me djallin. Sa emra janë shënuar aty? 91, Shkëlqesi. Të hetohen që të gjithë. Zoti Shiver, lësho mandat arresti për të gjithë. Çfarë informacioni tjetër keni për neve? Kjo është dëshmi e Mary Warrenit. Ajo ka thënë se Satanai është përpjekur që t'ia marrë shpirtin. To i dim. Po, zotri. Tani ajo betohet se nuk e ka parë kur djallin dhe shpalt botrisht se shoqet e saj gënjejnë. Një moment, Shkëlqesi. Zoti Hell. Kjo prek thelbin e vërtet të çështjes, zotri. Juve sigurisht që nuk e vini në dyshim gjykimin tim, zoti Hell. Nëse ajo vajzë deklaron se shoqet e saj nuk thonë vërtetën, keni pyetje të tjera për mua? Jo, zotri. Atëherë bëni paq me zemrën tuaj. Deklaratën e saj, zoti Proctor. Urdhëroni, Shkëlqesi? Zoti Shiver, urdhëroni. Sillni këtu vajzat. Erik! Den! Mary Warren. Të ka kërcënuar zoti Proctor kur bëre këtë deklaratë? Jo, zotri. Po si del për para gjyqit dhe gënjen? Ku njerëzit po varen për asaj që ke dëshmuar. Fol. Po, zotri. Nuk e di ti që zoti i ndëshkon të gjithë gënjeshtarët? Apo po më gënjen dhe tani, në këtë çast? Jo, zotri. Unë jam me zotin sot. Ti je me zotin sot? Si urdhron, zotri. Po të them vetëm kaq, si do që të ketë ngjarë, ke bërë dëshmi të rreme. Dhe për të do shkosh në burg. Nuk gënjej më. Jam me zotin tani. Ruth Putnam nuk është këtu, zotri. As të tjera. Kesha juaj, Mary Warren, ka lëshuar një deklarat ku ajo betohet se s'ka parë kur me sy shpirtra, ose ndonjë shfaqje të djathtë. Ajo deklaron se asnjëra prej jush nuk i ka parë këto gjëra. Tani, me urdhër prej të Madhit Zot është e ndaluar ushtrimi i magjisë dhe dënohen me vdekje ata që e kryejnë. Po ashtu, ligji i Biblës i dënon të gjithë ata që bëjnë dëshmi të rreme në gjyq. Kjo dëshmi mund të jetë thjesht për na hedhur hi syve, por mund të qellojë që Mary Warren të jetë pushtuar nga Satanai. Dhe nëse është kështu, asaj litari do t'ja kuptoj qafë. Por në qoftë se ajo thotë të vërtetën, ju urdhëroj të rrëfeheni, edhe sa më shpejt të rrëfeheni, aq më but do të dënoheni. Abigail Williams. E vërtetë është çka thotë Mary Warren? Jo, zotri. U zbulua një kukull në shtëpinë e zotit Proctor. Mary Warren deklaron se ti ke qenë ulur me të kur ajo po e qëndiste të kukullën në sallën e gjyqit dhe se e pe kur ajo futi një gjilper në trupin e kukullës. Çfarë mund ta thuash ti për këtë ngjarje? Kjo është gënjeshtër, zotri. Në kohën që ke punuar tek John Proctor, a keni parë kukulla të tjera në atë shtëpi?
Zonja Proktor gjithmonë bante kukulla. Gruaja ime nuk ka mbajtur kur kuklla. Meri orën Rofeu se kukulla ishte vetja. Shkëlqesi, Zoti Shibët. kur fola me zonjën Proktor, ajo më tha se nuk ka mbajtur kur kuklla. Por tha ma se ka mbajtur kur ka qenë vajzë e vogël. Juve e padisi Abigail Williamsin se me gjaktotësi ka ngritur kurthin për të vrarë njerëz. Po. Unë besoj që e ka menduar vrasjen. Dhe sot është këtu për të varur njerëz në litar. Meri. Trego se si keni vallëzuar atje në pyll. Si ishte ky vallëzim? Zoti Proktor. Abigail Williams i kanë nxjerr vajzat në pyll. Dhe atje ato kanë vallëzuar lakuriq. Shkëlqesi, ky njeri që kur kam vënë këmbë në Salem gjithmonë është përpjekur të më nxjë emrin e mirë të familjes. Unë nuk pash asnjë nga vajzat të kërcente lakuriq në pyll. Por i pe që po vallëzoni në mes të pyllit. Po. Këtë gjë na ka pohuar vetë zoti Peris sa po mbritën Salem. E mohoni zoti Peris? Nuk e mohoj, por asnjëra nga vajzat nuk qenë lakuriq. Më lejoni mua shkëlqesi? Po. Ti thej që nuk e parë kur shpirtra. Kur, zotri? Po kur njerëzit e akuzuar për magji të dolën përballë në sallën e gjyqjet, ty të rat fikët. Më pas na the se shpirtrat e tyre dolën prej trupit e deshta morën frymën sa nuk të mbytën. Bëja gjoja, zotri. Nuk dëgjova mirë. Bëja gjoja, zotri. Atëherë, bëj gjoja se të bie të fikët dhe tani. Të fikët? Je prova këtu se ke bërë gjoja se të rat fikët. Nuk më bie do të fikët tani, zotri. Meri. Ti ullu aty? Nuk e ndjej. Nuk më bie do të fikët tani, zotri. Po, mbase tani nuk ka shpirtra të humbura këtu. Kurse atëherë kishe disa, apo jo? Nuk kam parë kur shpirtra, zotri. Mos shiko shpirtra as tani. Na bjen se të bie të fikët për qejf, siç e ke shkruar ti në këtë deklaratë. Po nuk e bëj dot, zotri. Në fillim ishte vetëm një shaka. Pastaj të gjitha vajzat filluan të lurinin shpirtrat. Edhe mua. Po ju betohem, zoti Danforth, vetëm se mu bë sikur i pash. Abigail Williams, mos shpirtra që ke parë janë vetëm disa iluzione, disa turbullime që t'janë fanecur para syve. Kjo është pyetje e pandershme, zotri. Vajz, unë them ta mendosh mirë. Më lënduat, zoti Danforth. Ky është shpërblimi që marr. Mos më besoj askush dhe të më marrin pyetje. Po tek unë nuk mungon besimi për ty, moj vajz. Zoti Danforth, mos mendoni se jeni aq i pathyeshëm sa fuqia e ferrit nuk u merr mendjen. Bëni kujdes. Ja ku është? Pa të ndonë, moj vajz. Nuk e di, era thot, erdi, shkëlqesi unë po ngri. Ato po shtirë. Kjo është ftohtë shkëlqesi, prekeni vetë. Meri, ti e hodhe hijen e shpirtit mi mua. O zot, mos më to, ngriva, api mos bëj kështu. Meri orën, i bëre magji? Jo. Ti ja lëshove shpirtin kësaj? Jo, i qituar, zoti Proktor, nuk e bëj. Farë kënë këtu? Ti duhet të digjesh në fermë, kurv. Heqi duart nga ajo! Çfarë bën o njeri? Çfarë bën? E është lavire. Ti e pa dit? Zoti Danforth, ai po shpirt. Unë e njoh mirë. Kur? Kur në çfarë? Aty ku lis shtast. Ajo ka shërbyer diku në shtëpinë time, zotri. Ka njeri që i kanë bërë magji këtu në Salem. Ky jam unë. E dëshiroja atë femër, sa s'loja menç. Më ndize gjaku sa herë shija, sikur të më mërthenin ethet e ferrit. Dhe shkoja atje në orë ku më priste, shfreja Epshin. Epshi e kthen burrin në shtas. Oh, gruaja ime na pa një ditë dhe flaku në rrugë. Më parë do vdisja se ta nxirja këtë të fshet në gjyq. Se s'ka burr që shkel mbi emrin e tij. Po kjo femër e përbindshme, që s'ndale ta varë gjithë qytetin litar, ashtu siç është e mbytur në dhulmin e vet. Pret të vazojmë bashkë mbi varrin e gruas time. O Krisht!
Më ndjeni, Zoti më di kam bërë mëkat dhe meriton dëshkimin. Kjo është akmarrja një lavire. Kaq. Unë jam në dorën tuaj, bëni çfarë të doni. Abigail Williams. Ju I mohoni të gjitha këto? Nëse më detyroni të përgjigjem, nuk kthehem më kurrë këtu! I do rrish aty ku je! Zoti I shqyër. Urdhëroni shkëlqesi. Më sillni këtu zonjën proktor. Si urdhëron? Shkëlqesi, e gjitha kjo është... Silleni këtu zonjën proktor edhe mos I thoni asnjë fjalë për çfarë u tha këtu. Para se të hyni, trokisni në portë. Me gjitha të shkëlqesi, ai është njeri I mirë. Shiver! Jo, qauni, atje, shpejt, atje. Juve tha se gruaja juaj është një grua e ndershme, edhe s'ka gënjur kur. Po, zotri. Dhe këtë këtu e njeh si lavire. Po. Shumë mirë atëre. Po më tha gruaja e tij moj vaj se të ka flakur për kurvëri, Zoti pas mëshirë për ty. Aty qëndro. Ti, këtu. Edhe ti, atje. Asnjë nga ju të dy të mos guzoj të kthej kokën dhe të shon nga zonja proktor. Askush të mos thot një fjalë të vetme. As të bëj me shenjë, as. Afroni pranë meje. Shikoni vetëm tek unë. Si urdhëron zotri? Na është bërë e ditur se para disa muajsh ju keni pushuar nga puna shërbëtoren tuaj, Abigail Williams. E vërtet, zotri. Cili ishte shkaku që e pushuat? Më shikoni vetëm mua në sy. Përgjigjja është në kujtesën tuaj. Përse e pushuat nga puna Abigail Williams? E unë nuk më kënaqte. Mua edhe bashkëshortin tim. Në çfarë nuk ju kënaqte? Shikoni tek unë. Mos ishte e ngata? Çfarë ju shkakton të shqetësim? Shkëlqesi. Atë kohë unë kam qenë sëmur. Edhe unë bashkëshorti im është buri mirë dhe I drejtë zotri. Nuk dehet kurrë si të përndesa dhe asnjëherë nuk e humb kohën, gjithmonë e gjen në punë. Por në kohën kur u sëmura, unë kam qenë shumë kohë sëmur pasi linda djalin e tretë. Edhe mu duk se buri për më largohej. Dhe kjo vajzë... Shikoni tek unë. Si urdhron zotri, Abigail Williams. Po pra çfarë Abigail Williams?
Më duk mua sikur ati I pëlqente. Dhe një natë unë humba mendjen dhe e flaka në rrugë. Në fakt, burri juaj u largua prej jush? Shikoni tek unë. Burri im është njeri mirë, zotri. Dhe nuk u largua prej jush. Ai është njeri mirë, zotri. Më shikoni vetëm mua në sy. Me aq sa dini juve. A e ka kryer krimin e tradhtisë bashkëtorë? Përgjigjën në pyetje sime. E ka shkelur burri juaj kurorën. Jo, zotri. Mere për shalë! Thuaj, Elizabet! Ajo e tha! Dire jashtë! Elizabet! Unë Rafel! Ajo I tha do fjalë vetëm që të më mbroj emrin. Është e kuptueshme pse s'pat vërtetën, zotri. Po ndaloni përpara se dënojnë dhe të tjerë. Ndërgjegja nuk më lejon më të rinë heshtje, zotri. Ky gjyq është fund e kryer një akmarrje personale. Ajo nuk tha një fjalë për tradhtim bashkëtorë, edhe ky njeri gënjeu. Unë e besoj atë. Kjo vajzë më zhdukur gjithmonë e pasinqertë. Ja nuk e mendon Sparu më them, Sparu! Çfarë ke më vajzë? Çfarë ka atje? Tek trau, atje mbrapa! Ku? Si? Pse erdhe këtu zoti Verdh? Zoti Heo! Ers! Fytyra ta ka për zotin pse ma gërmish. Cili është mëkat që dënohet me vdekje Meri? Abi, jo nuk e mbyll më gojën. Unë po bëj punën e zotit Meri. Abi, jam këtu. Ato vështirë! Meri, të lutem, mos prit pas Meri. Meri, të lutem, mos më bëj keq, të lutem, mos më bëj keq, Ajo nuk sheh asgjë. Ajo nuk sheh asgjë. Abi, mos bëj kështu. Abi, mos bëj kështu. Jam këtu. Jam këtu. Merri orën tërhiqe shpirtin, tërhiqe! Zoti Denford. Ke bërë pak me djallit? Kur? Ato vështiren. Abi, mjaft më. Mjaft. Pak më parë po vuaj e ti. Tani duke si kur po vuajnë të tjerat. U e gjenë të fuqi. Unë nuk kam asnjë fuqi. Ke bërë pak me djallin. Unë. Nuk u dëgjoj. Çfarë thua? Rrëfeu, se për ndryshe do varesh në litar. E diti ku shepu? Po të them do të varë në litar. Fol! Nuk e di. Shpore djallin, shtypja kokën të ndihmojmë ne, mbau me! Shikoni! Zoti Heo! Unë nuk shoh asgjë shkëlqësi. Meri, thuaj komunikorit! Mos më prek! Ti je njeriu I djallit! Qoftë luftuar Zoti. Meri! Ja! Unë nuk do të varem me ty. Unë e dua Zotin. Ai të detyroj që të bësh punën e djallit? Ai ka ardhur për natë tek unë që të firmos. Të firmosës? Çfarë? Librin e djallit, shkëlqësi. Emrin tim! Ai më kërkon emrin. Do të varë, më thot, po ma varë grua në litar. Duhet të shkojmë të shkatrën gjyqin, më thot. Zoti Heo! Më zgjonte për natë. Syti kishte si të ngjilli edhe gishta si kthetra mi fuste në fyt. Edhe unë firmosa! Vazhdoli nga mend, Meri! Jo! Meri! Unë e dua Zotin. Nuk të vi më pas. Abi. Nuk do të bëj më kur keq. Kush je ti? Ti je bashkuar me Antikrishtin. Nuk e mohon dot! Çfarë ke për thënë, Zoti? Zoti ka vdekur! E dëgjoni? Ky është Ferri. Britma lajires çojnë njerëz në litar. Zoti e ka mallkuar llojin ton dhe ne të gjithë do të digjemi në këtë ferr. Marshal! John Proctor dhe Gil Corey në burg. Zoti Denford, Zoti Hell, e shpall të pavlefshëm të gjyq. Të hiqem nga gjykimi. Zoti Hell! Si po jetë kos qiell! Në më gati e lakë një zhëmire!
Hajde, Tituba. Ciao. Oh, Madri! Hyr! Hyr! Lëviz Tituba se na duhet a i vënd. Ah, që në keni ju, zoti Shiver? Mendova se mos erdi djalli të më marrë. Ma jep ta kthej një herë. Po për ku je nisur, maj Tituba? Do shkoj në Barbados. Do vi djalli me flatra. Ashtu? Po u dhe mba. Një qif zoq, pend blu, do më marrin. Ma jep mua këtë? I se muna ti Shiver të vish me mua. Nuk po ta prish. Ka ardhur dita të zbresim të gjithë drejtë në ferë. Oh, jo, nuk ka ferë në Barbados. Djalli është i kënaqur dhe do vallëzojnë në Barbados. Ju e tërboni kur e mbani këtej djallin. I ngrin shpirti këtu në Salem, kurse në Barbados e kënaqet. Erdhi ai Shiver. Kush me? Djalli. Ja ku jam. Ja ku jam, madrija juaj, ja ku jam! Shpejt, po vjen zëvendës guvernatori. Hajde lëviz Tituba. Ai ka ardhur për mua, unë do shkoj në shtëpi. Nuk është satanaj, luaj vendit. Më merr me vetë, o djallë, më çon në shtëpi. Tituba, Më merr me vetë, o djallë, më çon në shtëpi. Tituba. Tituba. Po ma këtu është kjo? Marshal, kur ka ardhur prifti Hale? Ka qenë tuqe nga mesnata, zotri. Po që bënë këtu, ej? Takon ata që do të varen, zotri, edhe lutet me ta. Shkoj e më silë këtu priftin Hale. Si urdhron, zotri. Të marrim Hale-in në pyetje, shkëlqesi. Do arrim edhe aty. Nësi e gjej deur, Shiver? Jo, shkëlqesi, po nata ishte e gjatë edhe unë kisha shumë ftohtë. Po se çfarë qelp këtu në mënyrë të tmerrshme. Dhe kujdes nga pijet e forta, Shiver. Si urdhëron, shkëlqesi? Urimet e mia, zoti Hale. Jemi shumë të kënaqur që u kthyet mbaroni punën e nisur. Ju duhet i falni që të gjithë, zotri. Ju, zotri, nuk e kuptoni pse nuk mund t'i fal ata kur janë varur 12 për të njëjtin krim. Ata që nuk rrëfehen, varen në litar. Atëherë mua do të nduhet më tepër kohë për t'i bindur, zotri. Falja e dënimit do hidhte në dyshim fajsinë e atyre që kanë vdekur deri tani. Kur unë nxjerr nga goja dhe them ligjet e Zotit, nuk më dridhet zëri nga të qarët. Unë do varja edhe 10.000 të tjerë që kanë guximin të dalin mbi ligjin. Dhe tani mblidhe veten, edhe më lini ta çoj deri në fund misionin që kam. Folët me të gjithë, zoti Hale? Me të gjithë përveç Proktorit. Ai është në qeli. Po Proktori çfarë bën në qeli? Ri heshtur. Gruaja ti pret fëmijë tani apo jo, marshal? Po, zotri. Çfarë thua ti, Shiver? A do ta zbusë zemrën e tij për anije e gruas? Unë mendoj se po, shkëlqesi. Shkoni edhe më silli zonjën Proktor, pastaj atë. Si urdhron, zotri. Në qoftë se ju e shtyni ekzekutimin një javë dhe hapni fjalë se po prisni që ata të rrëfehen, kjo tregon mëshirë nga ana juaj, zotri. Shtyrja e dënimit do ishte dobësi nga ana ime. Jam udhëtuar fare, zotri. Pse u kthyet këtu tek ne?
U ktheva të mësoj të krishterëve se si të gënjejnë, zotëri. Zonja Proktor, shpresoj të jeni mirë me shëndet. Janë dhe 4 muaj, për para se të mbush ditët e mia. Rini e qetë, nuk kemi ardhur për t'ju marrë jetën. Ne, zoti Hale, flisni ju me këtë grua. Zonjë, burri juaj do të varet këtë mëngjes. E di, e kam dëgjuar. Unë do mund t'ja shpëtoje jetën atij zonjë vetëm nëse pranon që ka bërë krim. Çfarë kërkoni nga unë? Ata janë të gjithë pafajshëm, zonjë. Unë erdha në këtë vend dhe soda dhuratat e religioneve të mëdha, kurorat e ligjeve të shenjta soda, zonjë. Dhe kush u prek nga dora e besimit tim të ndritur u var. Ç'bleti pra sakrifica. Unë largova këto 3 muaj nga Salimi dhe si pastori Zotit të futa thellë me segërsirave, zonjë. Dhe u riktheva të shpëtoj sa të mundem jetë njerëzish. Pa e dini se prifti që i mëson njerëzit gënjejnë e merr dënimin 2 fish, zonjë. E pra s'ka dhurat më të vyer se sa jeta dhe nuk ka parime sa do të larta që na hapin drejtën të marrim jetën e njeriu, zonjë. Prandaj ju lutem bindeni të rrëfehet. Le të na thot një gënjeshtër, zonjë. Mos ju druani gjykimit Zotit se gënjeshtarëve u jep dënim shumë më të lehtë se atyre që e falin jetën për hir të krenarisë. Ju lutem bindeni. Ai nuk ja dëgjon njeriu tjetër fjalën veç jush. Zonja Proktor, nuk ka ngelur brenda jush pak busi gruaje për burrin e vet? Ai do varet sapo të lind dielli. Burri juaj. Kuptoni? Ha, si thoni, do ta bindni. Prej guri jeni? Po ju them të vërtetën, grua. Unë nuk kam asnjë provë mbi jetën tuaj të mbi natyrshme. Po sytë tuaj të ftohtë në këtë çaste më mjaftojnë si provë se ja ke shitur shpirtin djallit. Osvald bet djalli u tha nga sytë lotët e mëshirës. Të flas me të shkëlqësi. Zoti Proktor, ju njoftuan për ekzekutimin. Po të lë me gruan dhe Zoti të ndihmoft që t'ja kthej shpinën ferri. Elisabeth. Ndo një lajm nga dim. Mirë janë gjë. Pritet. Dukesh mirë, Elisabeth. Që kanë dërturuar? Po. Sa do më marrin jetën? E të gjithë. E rafyë shumë? Po shumë. Po Rebeka nërës? Rebeka jo. E nuk e bëna të gjonë. Rebeka e ka një këmë në parajsë. Të ne. Bill Corey?
Lidhi ka vdekur. Si e diq? Bëvëgojë dhe vdicësi krishter para ligjit. Them të rëfem, Elizabeth. Ti si më thua. Nuk të gjykoj, John, nuk them do të asgjë. Çfarë do të që të bëjmë? Unë dua të që do ti. Unë dua që ti jetosh, John. Unë nuk ngjitem në trekëmbësh si shenjtor, jam mëkatar. Dështirem. Nuk më brendër gjëja se gënjej. John, si do që të vendosësh ti që vendimin e ka marrë një njeri mirë. Dua të jesh pak mirësi tek unë, të më falësh, Elizabeth. Kush në dorën time të fare, John, është shpirti ju imi. Unë njoha zemrën time këta 3 muaj, John. E unë do t'jap llogari për mëkatet e mia. Një grua e ftohtë e shtyn burrin në tradhti. Mjaft, Elizabeth. Ti morën mbi vete mëkatet e mia, John. Mëkatet e mia, Elizabeth. Isha aq e ngurtë. Sa nuk të përtonte dashuria tënde tek unë. Por të puthja unë, John. Të puth të dyshime. Nuk ti të kur të ta shpreh dashurinë time. Shtëpia jonë që aku e ftohtë. Ç'thua, Proktor? Shpejt do të dal dielli. Bëj si të duash ti, edhe mos lër askënd të gjykoj. Nuk ka gjykatës më të mirë në këtë qiell se John Proctor. Ti je mrekullueshme, Elizabeth. Do rrëfehesh. Po. Do rrëfehesh. Lutju Zotit, o njeri. Zotit lutju. Do marrësh bekimin në paras për këtë që po bën. Gati jesh i verë? Duhet jetë me shkrim? Patjetër, është një shembull i mirë për gjithë Salemi, zoti Proktor. Na duhet. Do ta ngjisim në portën e kishës, ku është marshalli. Marshall? John Proctor. E keni parë djallin gjatë jetës suaj. Flisni gjithë njerëzia, po pret atje të tërkëmshë, më duhet ta çoj tani lajmin. E keni parë djallin? Po. Edhe u vut në shërbimin e tij. E janë grua, e janë. John. John. A je mirë, John? Le të jetë dhe kjo dëshmitare e shembullit të mirë dhe ndoshta edhe kjo kthen tek u dhe Zotit. Dhe ju u vut në shërbimin e djallit. Si? John? Po. Oh, John. Zoti. Zoti pas më shirë për ty, John. A rëfeni dhe ju, zonja Nars? Si të shkel bi vetën time. Si? Firmose, jepja shifër? Ju jeni të gjithë dëshmitar. Unë edhe ashtë rëfimin tim. Kaq mjafton. Taleni me mua, zoti Proktor, ju duhet ta firmosni këtë rëfim.
Lavdi e Zotit. Nëse më lejoni? Jo. Zoti Proktor, mua Unë e më firmosa. Ju e pat me synë, nuk ju duhet më kjo. Salemi të duhet si provë. Në djallë Salemi, u rëfem para Zotit. Dhe Zoti e pa emrin tim. Jo, zotri, kjo është... Ju e erdhe të më shpëtoni shpirtin, apo nuk erdhe? Po ju nuk e keni... Unë rëfeva. Zotit nuk i duhet emri im, i ngullu me gozh në portën e kishës. Zoti Proktor... Jo, nuk më përdoni dot. Unë jam John Proktor. Nuk më përdoni dot. Unë nuk kam dëshirë që... Unë kam 3 djem. Si do të mësoj unë atyre të ndeshen me jetën si burra, kur kam shitur miqtë e mi. Ju e nuk e keni shitur miqtë. Ju nuk më mashtroni dot. Unë inzi të gjitha ta kur kjo letër të ngullet me gozh në portën e kishës. Ditët që ata varen në litar se mbajtë ngojnë mbyllur. Zoti Proktor, po mua më duhet një prove fort ligjore që ju... Ti e gjykat e lartë. Thuaj jo ti se unë rëfeva. Thuaj jo se John Proktor i ranë gjunjë dhe unë poshtë si një grua. Thuaj, qëfar të duash? Po hemrin tim ti... Po një loj është, po që se u them unë që ti u rëfeve. Jo, nuk është një loj. Qëfar thonë të tjerët? E qëfar firmosa unë, nuk është e njëta gjë. Mos mendoni se do ta mohoni rrëfimin kur të fitoni liri? Ja, nuk kam ndërmend të moj asgjë. Atëre ma shpjegoni do të Zoti Proktor pse juve... Se është emri im! Se nuk mund të kem emër tjetër për gjithë jetën. Se unë pranova dhe firmosa një gënjeshtër. Se nuk vlej asa balta që kanë në këmë Rebekanës dhe ata që po varen. Si ti jetoj pa emrin tim, ju dha shpirtin. Më lini emrin. Ky dokument është gënjeshtër? Po që e gënjeshtër unë nuk e pranoj. Unë nuk mere me gënjeshtër, o zotri. Ju do të më jepni në dorë rrëfimin tuaj të ndershëm, ose unë nuk kam si t'ju heq nga qafa litari. Cilën rrugë do zgjidhni, zotri? Marshall! Mos u falë atyre lotë, se kënaqem të shumë lotë. Zemrën gur falu, se ajo i mbyt. Më s'keni frikë. Më s'keni frikë. Një gjykim tjetër në pret të gjithëve. Atje lartë. Marshall! Varim.